Nëse ti nuk ke një identitet kombëtar, ti je një nocion gjeografik, nuk je më shtet. Nuk ka absolutisht asnjë lloj sensi. Nëse ai që ja ka këshilluar zotërinjve këtë rrugdalje, do të jetë në europian i currufjapsur që domethënë ditë marrja të rrogën e vet, ku diun çfarë rrogat më dhaja kanë ata në komisione njëri tjetrin, por nuk është fare rrugdalje. Ndërkohë që ne do duhet të presohemi, të shtrydhemi, të bëjmë ato detyra kolosale që kemi për të bërë, që të kemi një shtet ligjor, që të kemi një shtet ku sundon e dreta, që mos na shkelin njerëzit me motora rrugëve, po të keti polici që thotë aty mos ecë me shpejtësi, më minimale, të ndjejmë që kemi një shtet europian ku mund të jetohet. Dhe kjo nuk do të thotë që duke mos pasur në shtet, bëhemi antar në Bashkimin Evropian. Përkundër, duhet të jemi shtet jashtëzakonisht i fortë, duke forcuar kufit, duke forcuar identitetin kombëtar, duke forcuar gjithçka është e jona, që të mund të bëhemi antar në Bashkimin Evropian. Nuk e di, mbase jam i çik konfuz në këtë që po mundon të them, shumë koncis. Po jam goxha sepse edhe herën e fundit që folëm thatë pikërisht, nëse shkohet me identitet kombëtar dhe shkohet me detyra apo dhe me të drejta në atë. Ti nuk mund të jesh vetëm subjekt i vendimeve të këtij bashkimi, po duhet të jesh dhe pjesëmarrës në vendimmarrje dhe ishte plotësisht e drejtë. Nuk është vetëm frika që